E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të sjellur disa video shumë të bukura në këtë minutash. Rikthimi i gjestit mori një jehon të madhe, do me thënë kënga për vetëm se një ditë arriti të merr 3 milion klikime, do me thënë 3 milion shqiptarë të cilët e mbështetën, e dashuronin dhe e prisnin pafund rikthimin e tij. Ditën e sotme gjesti ka ndarë 2 video në Instagramin e tij. Do të thënë 2 video me energji shumë pozitive. 2 video që kanë dhënë një emocion të papar tek publiku. Ai duket shumë i lumtur, duket shumë pozitiv, duket shumë happy në fakt që po rikthehet në muzikë, po ndërtonte një mini studio, ndoshta studion ku Gjesti do të këndonte do t'i bënte të gjitha këngët. Ai është në bashkëpunim me 360, në këtë rast me Bonard Ajvazin, por para se unë ta përfundoj këtë gjën time të vogël që po flas, dua të sjell tek ju të shikoni 2 video ku Gjesti duket vërtet shumë cute. Shkojna bro, shkojna. Skalpiri. Mos të develam. Skalpiri. Po thuaj se gati studio. Për një 3 ditë, veç ka përfundon. Edhe vazhdojmë me kong. Leksh punë, Se që gati është bro. leksh. Edhe një do të heq kështu. Edhe një do të heq kështu. Leksh. E kem gjinirën akustikës shumë dëpt. Ç'të portën e. Ma dëptin e Ç'të kem. do të heq në? Jo një pak, E so. një 10 du të mi hek. Qërë bab, s'po një jem heq. Inxhinieri akustikës. Po të një vjerë. E pra të dashur miq, ju i pat videot, Gjesti është në një energji shumë të mirë, ndonjëherë sfidat në jetë na bëjnë më të fortë, unë e kam thënë gjithmonë ai ka një arsye për këtë ngrihet në këmbë, ka një arsye për këtë flet. Ne besojmë në shpirtra, unë personalisht besoj shumë në shpirtra, unë e di që shpirtrat jetojnë dhe ato janë si për nesh në një botë tjetër dhe ato na ndjekin nga atje lart. Kështu që një ëngjëll, nëse ekzistojnë ëngjujt në këtë univers, janë ëngjujt pikërisht njerëzit shpirtra që vdesin që na ndjekin nëpërmjet të shpirtit të tyre. Dhe mendoj që Eldioni është si për ti, ai tashmë do të bëhet krenar për të, do të buzëqesh, sepse e ka shkuar në një botë më të mirë se sa kjo që ne jetojmë, ishte një pjesë e këngës së Gjestit që e kishte thënë dhe uroj me zemër që i gjithë ky produkti që do të vijë tek publiku shqiptar të ketë vetëm një qëllim, vetëm për ty, do të thënë kushtuar vllau të vet.